bukur, jemi rikthyer në studio dashumiq pas kësaj hapësire të shkurtër muzikore për të fokusuar tek tema që do të flasim ditën e sotme. Do të fokusohemi tek panajiri bujqësor dhe zhvillimi i qëndrueshëm. Janë rikthyer, në fakt do të rikthehen ditët e bujqësisë, panajiri i agrobiznesit organizuar nga Iceberg Exhibition dhe Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Bashkia Lushnjë dhe shumë instituciona dhe organizata të kompanive të tjera. Megjithatë është një histori suksesi qysh prej krijimit të tij. Do të vi sërish në këtë edicion të tij, do të kemi mundësi të diskutojmë ditën e sotme. Na është bashkuar në studio zonja Nejda Sheku, drejtuese e Iceberg Exhibition. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirësi u gjeta. Çfarë përfaqëson panajiri ditët e bujqësisë dhe cilat janë risitë në këtë edicion? Panajiri ditët e bujqësisë ka lindur si projekt 4 vite më parë me qëllimin dhe objektivin kryesor për të krijuar një platformë komunikimi për të gjithë aktorët kryesor të bujqësisë, duke përfshirë këtu kompanitë lider, vendimarrës, kompanitë e reja, fermer, profesionistë të fushës, për të patur një takim vjetor dhe për të diskutuar mundësi zhvillimi, ura bashkëpunimi, rritje të partneritetit brenda sektorit. Sektori i bujqësisë është një sektor jetik për Shqipërinë, është absolutisht shtyllë e fortë e ekonomisë së vendit dhe ashtu sikurse në çdo vend të botës ka nevojë për një event i cili është kryesor, i cili është qendra e vitit dhe që krijon hapësira për të rritur. Ajo çfarë ne bëjmë, unë shikoj pamjet edhe të panajireve të tjera në të vendosura tani, është pikërisht kjo. Kemi forcuar shumë fort konceptin e panajireve sektoriale, siç është panajiri i energjisë, turizmit, teknologjisë dhe vim tek panajiri i bujqësisë. Ndryshe nga 3 panajiret që përmenda që organizohen në Tiranë, në Pallatin e Kongreseve, ashtu sikurse çdo event i madh tradicionalisht zhvillohet në Tiranë, ne kemi dalë jashtë kontureve me panajirin e bujqësisë, duke e çuar atë në Lushnjë, aty ku rreh zemra e bujqësisë, aty ku janë të përqendruar aktorët kryesor, ku ka një numër shumë të lartë fermerësh dhe siç thash, përkundrejt këtij objektivi kryesor për të krijuar këtë platformë komunikimi, është shumë e rëndësishme për të forcuar konceptin e qëndrueshmërisë dhe shumë koncepte të tjera të cilat janë të lidhura me të ardhmen e bujqësisë përmes këtij panajiri. Nuk është vetëm një panajir, është më shumë se sa kaq, është një sër aktivitetesh të cilët sjellin në vëmendje tema shumë të rëndësishme, ndër të cilat qëndrueshmëria, fuqizimi të rinjve të cilët të vjojnë të kontribuojnë për tokat e tyre, duke mos i braktisur ato dhe duke parë si një burim të ardhurash, por dhe si fuqizim personal dhe social punën në tokat e tyre. Le të themi risitë e këtij viti kufizohen pasi çdo vit ne përpiqemi të arrisim panajirin, jo vetëm në ekspozim siç ka qenë për këto 4 vite, jo vetëm në forume dhe tematika. Këtë vit kemi dhe një media zone e cila do të mbahet nga Radio Televizioni Shqiptar. Jemi shumë krenar që kemi media partner, një media kombëtare dhe absolutisht të rëndësishme, sidomos për këtë target group i cili ka nevojë ta dëgjojë dhe ta riprodhojë shpesh pjesën e rëndësisë që ka bujqësia në vendin tonë. Po, është vërtet, në fakt RTV-ja ka bërë më së miri jo vetëm sot, po prej vitesh. Gjithmonë vëmendjen tek agrobiznesi, agroturizmi, tek bujqësia etj. me radhë. Megjithatë, Enida, nëse i referohemi pak historisë së suksesit, a mendonit që do të shkonit në këtë pikë ku jeni sot në vitin e parë që mendua ta sillni këtë panajir dhe më lejoni të komplementoj për idenë për ta çuar në Lushnjë, duke qenë se shumë e guximshme, sepse nëse do doni të kishit vizitor, ashtu si kundër ju thatë, mjafton ta sillni në Pallatin e Kongreseve dhe patjetër. Por Lushnja në fakt është tjetër gjë. Sigurisht është një pikë lidhëse për gjithë bujqësinë në Shqipëri. Dhe është një sektor i cili ka vuajtur për fat keq vitet e fundit. Çfarë i sjell ky panajir bujqësisë? Flori, në fakt, kur ka lindur ky si projekt dhe kemi hedhur në tavolinë idenë e Lushnjës, patjetër nuk vinte kështu nga hiç gjëja, vinte nga takimet shumëta që ne bëm me focus grupe, të cilët identifikuan nevojën për të patur një event të rëndësishëm, një event kombëtar dhe ndërkombëtar, por përtej Tiranës. Për hir të vërtetës, Pallati i Kongreseve mbledh shumë vizitor, mbledh shumë interes, gjëja ndodh në Tiranë, por
përjashton qelizën kryesore të bujqësisë, që është fermeri. Fermeri punon tokën, fermeri ka një jetë shumë të angazhuar dhe sigurisht jemi ne ata që duhet shkojmë afër tij. Dhe mos të presim që të vijë ai, le të themi, sidomos në vite ku panajiret në Shqipëri ende nuk e kanë forcën siç e kanë në vende të zhvilluara të botës, ku janë absolutisht një event core i vitit dhe të gjithë e presin atë datën me kërshëri. Ne jemi përpjekur që përgjatë këtyre 4 viteve të mos ndryshojmë periudhën e organizimit, mos ndryshojmë vendodhjen, për të krijuar shtyllë të forte dhe për të siguruar këtë qëndrueshmërinë dhe organizimin e përvitshëm të panajirit. Thënë kështu, pjesa e kategorisë që influencohet më së tepërmi dhe që merr më së tepërmi nga ky panajir janë pikërisht fermerët. Ata kanë nevojë të informohen, kanë nevojë të ndërgjegjësohen, se është e thënë kështu në përditshmëri, ushqimi që ham, sa i sigurt është etj, sa informuar është fermeri, sa i trajnuar është me risit, sa i njohur është me produkte të cilat janë produkte pa efekt negativ në shëndetin e njerëzit. Pra të gjitha këto përbëjnë atë çfarë për ne është e rëndësishme, që është informimi, ndërgjegjësimi dhe mbajtja e të përditësuar të kësaj kategorie dhe këtij targeti shumë i rëndësishëm për sektorin e bujqësisë. Jo vetëm kaq, siç thash, u krijuan fokus grupe me kompani të ndryshme, të cilët identifikuan nevojën për ta bërë këtë panajir aty ku realisht rreh zemra e bujqësisë. Po, dakor, dhe kush do të jenë këto kompani të cilët do të jenë pjesë e këtij panajiri këtë vit, ku ju e theksuat pak më sipër që epiqendër të vëmendjes do të jetë vetë fermeri? Së pari, Flori e Ceku, ne kemi patur mbështetjen e pakushtëzuar për 4 vite rresht të Ministrisë Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Bashkisë Lushnjë. Për te këtyre kemi pjesëmarrjen e mbi 10 bashkive nga i gjithë vendi, të cilët vinë jo si bashki, po vjen të përfaqësuar nga prodhues të vegjël, të cilët kanë nevojë të promovohen. Po ashtu kemi kompani lider, një ndër partnerët kryesor të panajirit është Vodafone, si partner digital dhe si promovues i produkteve digitale për bujqësinë, që është absolutisht e ardhmja, ashtu sikurse kemi edhe mbështetjen e partnerëve të tjerë privat, siç është kompania MBM, pra inputet bujqësore, Agrimatco Albania, institucione dhe organizata ndërkombëtare. Pra, kemi me fokus tek bujqësia. Tek bujqësia, absolutisht. Giz Albania me projektet në bujqësi, UNDP-ja po prap me projektet në bujqësi, FAO, organizatë ndërkombëtare me shumë rëndësi për bujqësinë, Austria Premix për produktet blegtorale. Kështu janë rreth 90 kompani të cilat sjellin pikërisht këtë produkte dhe shërbime që ofrohen për bujqësinë. Vendimarrës, siç e tham, fermer, pra i gjithë ky konglomerat dhe kategori shërbimesh dhe produktesh bëjnë atë çfarë është panajiri ditët e bujqësisë. Pra duket që ka një interes të jashtëzakonshëm kur vjen puna edhe nga kompanitë e huaja, me sa pamt që të përmendit. Megjithatë, kur vjen puna tek prodhuesit e vendit, sa interes kanë ata për të ardhur në panajir, për të shpërfaqur, për produktet që ata prodhojnë, për le të themi për interesin që kanë për të shkëmbyer me njëri tjetrin kur vjen puna tek produktet e zonës, se ju i përmendët pak më parë bashkitë e vogla. Sa të interesuara janë dhe çfarë gjërash ose më saktë çfarë prodhimesh të veçanta kanë bashkitë e vogla për të promovuar në këtë panajir? Nuk ka qenë thjesht në fakt. Ka patur një lloj hezitimi në edicionin e parë, i cili patjetër prodhoi interes në të dytin, ky interes erdhi duke u shtuar. Mbaj mend që 2 edicionet e para ishim shumë më të lokalizuar, me pjesëmarrje tek tuk të operatorëve të cilët ishin jashtë zonës së Myzeqes. Ndërkohë vim sot ku kemi një përfaqësim shumë më të gjerë dhe vetë pjesëmarrja e bashkive
kooperative me prodhues të vegjël, po prap është element dhe vlerë e shtuar. Kemi prodhues nga Korça, nga Belshi, nga Dibra, Malësia e Madhe, pra të gjitha zonat. Prodhuesit janë prodhues mjalti, prodhues vere, prodhues djathi vjetë në stendën e Dibrës, ka patur nam djathi i Dibrës, kështu që nga këtu vim edhe në interesin ndërkombëtar që ju e cekët këtë vit me mbështetjen e ambasadës holandeze. Në panajër kemi pjesëmarrjen e 9 kompanive holandeze, 5 prej të cilave nuk janë në tregun shqiptar dhe nuk kanë qenë kurrë, por që vinë të shikojnë me sytë e panajirit mundësit për të investuar apo për të krijuar ura bashkëpunimi me kompani shqiptare. Janë kompani lider botror, si që është kompania Deheus për pjesën e produkteve blektorale, apo kompani të tjera të cilat realisht në sektor janë ikon dhe me një traditë shumë të gjatë në këtë fushë. Kemi kompani nga Gjermania, po prap fokus blektoria këtë vit, ashtu dhe kompani nga Greqia, si që është New Holland, me pjesën e makinerive dhe teknologjive bujqësore. Pra, nga vitin në vit, në shikojmë që panajëri kthehet në një markë të rëndësishme dhe duke u promovuar ashtu si që jemi përpjekur ta bëjmë, kemi parë që kemi patur një interes në rritje nga vitin në vit, edhe nga kompanit huaj që vinë drejt për së drejti tek ne, ose përmes dhomave të tregtis apo ambasadave, si që është rasti konkret. Mirë, në këto pak sekonda që kam mbetur, do të ketë stendat veçanta në panajër që shkojnë kryesisht për teknologjinë inovative në bujqësi? Patjetër, unë e thash është Vodafone me Smart Agriculture, kemi patur pjesën e dronave për spërkatje, teknologjitë bujqësore, si që tash New Holland apo Inda, që është një partner shumë i rëndësishëm, Inda SHPK, me teknologji shumë inovatore në bujqësi, të cilët do të jenë pjesëmarrës dhe do të promovojnë pikërisht zhvillimin në këtë drejtim. Bujqësia dhe në çdo sektor ndjes ka si zhvillim kryesor teknologjin. Pra nëse nuk i hedhim syt nga teknologjia, flasim absolutisht në ajër. Dhe patjetër në këto 3 ditë nuk është se do të kemi vetëm panajirin që do të vinë dhe do të shkëmbejnë eksperienca, do të shohin teknologjinë e re, patjetër do të keni të fokusuar tek konferencat, tek le të themi dialogu, tek marrëdhënia me prodhuesin shqiptar që pa diskutim janë domosdoshme. Në qendër të sallës panajirit, ne kemi krijuar një setup të një eventi me një stage ku ndodhin në çdo orë, agjenda është e ngjeshur, në çdo orë ka tema të ndryshme që trajtohen. Temat trajtohen që nga ndikimi i kushteve klimatike, në rastin konkret me shirat që ranë, patën shumë probleme, pjesa e vreshtave, etj, të cilët frutat, perimet, e kështu me radhë, deri tek certifikimi, digitalizimi dhe gjurmëshmëria, pra aktor të ndryshëm, si që është Risil Benja, i cili vjen si forum partner për të 4. vit, elaborojnë tema të rëndësishme për bujqësinë dhe blektorin. Këtë vit kemi në shumë në qendër vëmendjes blektorin, ndërtimin e stallave me parametrat dhe kushtet më bashkohore, pra informacion, tematik dhe shumë përmbajtje cilësore në panajër për gjatë 3 ditëve. Faleminderit shumë që ishit me ne në studio dhe shumë suksese. Faleminderit ju. Faleminderit, shumë suksese.